Isha 28 vjeç. E kisha menduar gjithmonë se sëmundjet e zemrës prekin vetëm njerëzit mbi 50 vjeç. Por një mëngjes, ndërsa ecja për në punë, ndjeva një presion të çuditshëm në kraharor. Jo shumë i fortë, por i qëndrueshëm. Sigurisht që është lodhje, mendova. Stresi i punës, pak gjumë. Por kur e ndjeva atë dhimbje të mprehtë që shpërndahej në krahun e majt dhe nofull, kuptova se diçka nuk ishte normale. Brenda minutash, gjithçka ndryshoi. Zemra ime nuk ishte më e thjesht, ishte në rrezik. Historia e infarktit të kë 28 vjeç, ditët para incidentit. Për muaj të tërë kisha vënë re disa shenja të vogla, por i ignorova. Dhimbje të lehta të kraharorit pas palestres. Djersitje e tepërt pa arsye. Lodhje e vazhdueshme. Rrahje të shpejta të zemrës kur ngrihesha herët. I justifikova të gjitha me punën e zyrës dhe jetën e ngarkuar. Është stresi, më thosha. Do të kaloj. Asnjëherë nuk munda të mendoja se zemra ime po jepte sinjale paralajmëruese. Stili i mjetesës. 28 vjeç. Pamja e jashtme e shëndetshme. Por brenda. Dietë jo ekuilibruar, shumë ushqime të shpejta dhe yndyra të ngopura. Pak gjumë zakonisht 5-6 orë natën. Pak aktivitet fizik të rregullt, vetëm ecje sporadike. Konsum moderat i kafes dhe pijeve energjike. Më dukej normale. Jam i ri, s'ka problem, thosha. Simptomat që ignorova. Disa ditë para infarktit. Dhimbje të vogla në gjoks e shpërndaja në shpinë ose krah. Mungesë energjie. Nuk mund të përfundonja një ecje normale. Djersitje e tepërt, sidomos natën. Ndjesi të shurdhër ose marramendje e lidha me stresin. Rrahje të çrregullta të zemrës, mendova se ishte thjesht tension. Të gjitha këto ishin paralajmërime të qarta të zemrës që po lodhej, por i ignorova. Dita e infarktit. Ishte një mëngjes i zakonshëm. U zgjova, mora një gotë kafe dhe nisa ecjen për në punë. Pa pritmas. Presion në kraharor, sikur dikush po më shtypte. Dhimbje që shkonte drejt krahut të majt dhe nofullës. Djersitje e ftohtë. Ndjenjë paniku, si të mos kisha ajër. Fillova të dridhesha. Zemra rrihte me ritëm të çrregullt. Një shok që më shihte kuptoi menjëherë që diçka nuk ishte në rregull dhe thiri ambulancën. Spitali. Në urgjencë, infermierët dhe mjekët reaguan shpejt. Testet konfirmuan infarkt akut të miokardit, diçka që zakonisht shoqërohet me të moshuarit. Por unë isha vetëm 28. Mjeku më tha. Shumë të rinj mendojnë se zemra i mbron nga sëmundjet. Por ky është një nga raste që e tregon të kundërtën. Pas 10 testeve, më shpjeguan se depozitat e yndyrës në arteriet koronare kishin arritur një pikë kritike. Stresi dhe mungesa e gjumit kishin kontribuar. Simptomat e vogla që kisha ignoruar ishin paralajmërime reale. Reflektimi. Në spital duke qëndruar në shtrat, mendova. Sa shenja kisha ignoruar. Sa njerëz të rinj mendojnë se nuk mund të kenë probleme zemre. Sa afër kisha qenë fatkeqësisë së madhe. Infarkti më mësoi një mësim jetik. Trupi nuk gënjen. Simptomat, edhe të vogla, nuk duhet ignorosh. Çfarë ndryshova pas spitalit? Pas daljes nga spitali. Udhëzime të rrepta për dietën më shumë perime, fruta, fibra, më pak yndyra të ngopura. Aktivitet fizik i rregullt, ecje, vrap i lehtë, ushtrime kardio. Kontroll mjekësor i rregullt, testet e zemrës çdo 6 muaj. Reduktimi i stresit, meditim, gjumë i mjaftueshëm. Të dëgjosh trupin, nuk pret asnjë sinjal të vogël. Jeta pas infarktit dëhë mësimet e ndërmorën. Dalja nga spitali nuk ishte fundi i historisë. Ishte fillimi një rrugtimi të ri për jetën dhe shëndetin tim. Reagimi i familjes dhe miqve. Kur u ktheva në shtëpi, reagimet ishin të përziera. Bashkëshortja ime ishte e tronditur, por vendosi të më mbështeste çdo hap të ri. Prindërit më panë me shqetësim dhe u përpoqën të më qetësonin, por unë ndjeva faj për gjendjen e krijuar. Miqt më pyetën si ndodhi, dhe unë u tregova të gjitha shenjat që kisha ignoruar. Reflektimi kryesor. Shumica e njerëzve mendojnë se problemet e zemrës janë për të moshuarit, por realiteti është tjetër. Të rinjt nuk janë imun ndaj sëmundjeve kardiake. Gabimet e mia të mëparshme. Ignorimi i simptomave të vogla. Lodhja e vazhdueshme, djersitja e tepërt, dhimbje sporadike në kraharor. Mungesa e aktivitetit fizik të rregullt. Ecja sporadike nuk ishte mjaftueshme. Dieta e paekuilibruar.
shumë ushqimet e shpejta, yndyra të ngopura dhe pak fibra, mungesa e gjumit, zakonisht 5-6 orë natën, shumë për pak punë, mospërfillja e stresit, puna në zyrë, deadlines të shumta dhe presion i vazhdueshëm. Këto gjëra, kur kombinohen, mund të sjellin depozita yndyrore në arterie dhe të rrisin rrezikun e infarktit. Rutina e re për shëndetin e zemrës. Pas infarktit, vendosa të ndryshoja gjithçka. Ushqimi i shëndetshëm dhe i ekuilibruar. Të shmangja ushqimet e skuqura dhe yndyrnat e ngopura. Shtova më shumë fruta, perime, drithëra dhe proteina të shëndetshme. Pija ujë të mjaftueshëm gjatë gjithë ditës. Aktivitet fizik i rregullt. Ecje 40 minuta çdo ditë. Vrapi lehtë 2-3 herë në javë. Ushtrime kardio për të forcuar zemrën. Kontroll mjekësor i vazhdueshëm. Analiza të rregullta të kolesterolit dhe tensionit të gjakut. Kontroll të zemrës çdo 6 muaj. Menaxhimi i stresit. Meditim dhe frymëmarrje të thella. Kufizimi punës jashtë orarit. Marrja e kohës për aktivitete që më qetësonin. Dëgjimi i trupit. Çdo dhimbje apo lodhje nuk injorohet më. Çdo simptom e pazakont kontrollohet menjëherë. 7 shenja paralajmëruese që të rinjt shpesh i injorojnë. Lodhje e vazhdueshme pa shkak. Presion ose dhimbje të lehta në kraharor. Djersitje e tepërt pa aktivitet fizik. Marramendje ose ndjesi shurdhërie. Rrahje të çrregullta të zemrës. Humbje të oreksit ose dhimbje të stomakut të papritur. Ndjesi të shpeshta të ankthit ose frymëmarrje të vështirësuar. Nëse i përjeton këto shenja, kontrollo menjëherë zemrën, pavarësisht moshës. Mësimi kryesor. Infarkti në të rinjt nuk është mit. Trupi jep paralajmërime, por shumica e njerëzve i injorojnë. Shëndeti nuk është vetëm pamja e jashtme ose mosha. Nuk mund të mbështetesh vetëm tek energjia momentale ose mënyrat të lehta. Për kujdesi i hershëm shpëton jetë. Rikthimi të jeta dëhë mësimet për zemrën. Pas infarktit, gjërat nuk u ndalën vetëm tek shëndeti fizik. Ishte një rikthim i plot i mentalitetit dhe mënyrës së jetesës. Reflektimi pas ngjarjes. Kur u riktheva në punë dhe në rutinën e përditshme, ndjeva një ndryshim të brendshëm. Nuk mund të vazhdoja më të marrja shëndetin si të mirëqen. Çdo dhimbje e vogël kraharori më alarmonte. Çdo rrahje e shpejtë e zemrës më bënte të ndalohesha. Ndërgjegja ime për trupin ndryshoi. Kuptova se shëndeti i zemrës nuk lidhet me moshën, por me kujdesin që i kushtojmë çdo ditë. Praktikat e reja që forcuan zemrën: 1. Aktivitet fizik i rregullt. Ecje 40-50 minuta çdo ditë. Vrapi lehtë 2-3 herë në javë. Ushtrime kardio për forcim të muskujve të zemrës. 2. Ushqimi i ekuilibruar. Shumë fruta dhe perime. Drithëra dhe proteina të shëndetshme. Pak yndyrna të ngopura dhe ushqime të përpunuara. Shumë ujë. 3. Menaxhimi i stresit. Meditim dhe frymëmarrje të thella. Kufizimi i orëve të punës jashtë rutinës. Aktivitete që më relaksojnë, lexim, muzikë, shëtitje. 4. Kontroll mjekësor i rregullt. Analiza për kolesterol, tension dhe rrahje të zemrës çdo 6 muaj. Vizita tek kardiologu për parandalim. 5. Dëgjimi i trupit. Çdo simptom e pazakont kontrollohet menjëherë. Nuk injorohen dhimbjet e vogla ose lodhja e papritur. Gabimet që bëjnë të rinjtë. Mendojnë se janë imun ndaj infarktit. Injorojnë simptomat e vogla. Mbështeten në energji momentale ose stimulues. Nuk bëjnë kontrolle mjekësore periodike. Infarkti më mësoi se parandalimi është më i rëndësishëm se trajtimi. Mesazhi për çdo të ri. Nuk ka moshë të sigurt për zemrën. Kujdesi për trupin dhe mentaliteti i përgjegjshëm shpëtojnë jetë. Simptomat e vogla janë paralajmërime të rëndësishme. Një stil jete i ekuilibruar, ushqim i shëndetshëm, aktivitet fizik dhe pushim i mjaftueshëm janë themeli një zemre të fortë. Mësimet të ndërthuan shëndetin ndëhër jetën time. Infarkti nuk ishte vetëm një alarm për trupin tim. Ishte një thirrje për ndryshim të plot në jetën time. Kjo pjesë tregon si ndryshova mentalitetin, rutinën dhe prioritetet. Dhe mesazhet që dua t'i ndaj me çdo të ri që mendon se është imun ndaj sëmundjeve kardiake. Mentaliteti i ri. Pasi u rikuperova, kuptova se shëndeti nuk është i garantuar nga mosha. Parandalimi është më i rëndësishëm se trajtimi. Simptomat e vogla nuk janë të parëndësishme.
Një stil jetese i ekuilibruar është themeli një zemre të shëndetshme. Vendosa të mos injoroja më sinjalet e trupit dhe të jem proaktiv në çdo vendim për shëndetin. Rutina e re e përditshme 1. Aktivitet fizik i rregullt. Ecje 40-50 minuta çdo ditë. Vrapi lehtë 2-3 herë në javë. Ushtrime kardio për forcimin e muskujve të zemrës. 2. Ushqim i ekuilibruar. Shumë fruta dhe perime. Drithëra dhe proteina të shëndetshme. Pak yndyrna të ngopura dhe ushqime të përpunuara. Shumë ujë gjatë gjithë ditës. 3. Menaxhimi i stresit. Meditim dhe frymëmarrje të thella. Kufizimi i orëve të punës jashtë rutinës. Aktivitete që më relaksojnë, lexim, muzikë, shëtitje. 4. Kontroll mjekësor i rregullt. Analiza për kolesterol, tension dhe rrahje të zemrës çdo 6 muaj. Vizita tek kardiologu për parandalim. 5. Dëgjimi i trupit. Çdo simptom e pazakont kontrollohet me njëherë. Nuk injorohen dhimbjet e vogla ose lodhja e papritur. Gabimet që bëjnë shumica e të rinjve. Mendojnë se janë imun ndaj infarktit për shkak të moshës. Injorojnë dhimbjet e vogla në kraharor ose presionin. Mbështeten tek energjia momentale, kafeja ose stimulues të tjerë. Nuk bëjnë kontrolle mjekësore periodike. Mendojnë se ushqimi i përditshëm nuk ka rëndësi për shëndetin e zemrës. Mesazhi im për të rinjtë. Nuk ka moshë të sigurt për sëmundjet e zemrës. Kujdesi i hershëm dhe kontrolli i simptomave mund të shpëtojnë jetë. Një stil jetese i ekuilibruar është thelbësor për një zemër të fortë. Ushqim i shëndetshëm, aktivitet fizik, gjumë i mjaftueshëm dhe menaxhimi i stresit. Simptomat e vogla nuk janë të parëndësishme. Ato janë paralajmërime që trupi jep për të na mbrojtur. Përfundim. Infarkti më mësoi një mësim jetik. Trupi nuk gënjen. Ai gjithmonë jep paralajmërime. Çdo rrahje, çdo presion, çdo dhimbje e vogël ka një mesazh. Të rinjt duhet të mësojnë të dëgjojnë trupin e tyre dhe të marrin veprime para se të jetë vonë.